Jemi rikthyer në spektaklin tuaj, jemi këtu bashkë në Odeon, në Radio Televizionin 21. Do të vinë në vazhdim një personazh tepër i veçantë. E kishim pritur ka herë. Është interesant se në për epokat e jetës disa njerëz bëhen vula të qytetit, të vendit, të profesionit. Ata njerëz vërtet kanë çfarë për të thënë, sepse kanë thënë dhe i kanë dhënë shumë këtij vendi, këtij atë. I tillë vjen unë më pëlqen t'i them profesori nderuar, se është profesori në Lamie, ai është jurist, ai është atlet, ai është sportist, ai është zonja zotëri për ju, për ne, për të gjithë zotëri Idris Humolli. E profesori nderuar, po më pëlqen me thonë profesorët. Faleminderit. Sigurisht të gjithë ata që i përgatit në botën sportive, profesor të thonë, ha? Kryesisht. Mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Si je? Mirë shumë. Kur ju anonqova thash, janë disa njerëz që bëhen vula të qytetit, vula të vendit. Edhe unë të tillë të njoh. Bile kur jam bë me njoft në Prishtinë, nëse kam thënë ky edhe ky, kam thonë, jo veçun, edhe i gjithë qyteti kemi thënë, është edhe profesori, atleti, sportisti, krenaria jonë, juristi, Idris Humolli. Faleminderit shumë. Juve në realitet, ju njohin të gjithë, për këtë dhe keni shkruar, ju kemi parë edhe në ekran, për fat mirë është bë dhe film kjo gjë, puna juaj, jeni nga pionerët, apo me thonë edhe dallëndyshet e para, që e sjell një diçka tepër të veçantë për këtë vend, këtu e shumë vite më parë. Do të na tregosh kur të filloj me bisedu, bodybuildingun. Po. Një sport tepër i veçantë, që ishte raritet, rallësi, jo veç për Kosovën, po atëherë edhe për krejt Jugosllavinë, ndërsa juve e sillni në Kosovë, me shumë përkushtime, me shumë punë, me shumë përpjekje, me vështirësi, po bashkë po du me të pyet, kur u takove me bodybuildingun, si sport? Me bodybuildingun i më takuar në vitin 1967. 67 në përmjet një reviste sportive, që është botuar jashtë Kosovës, dhe pe ati momenti, do më pe ati viti deri në aktualisht kur bisedojnë, unë kam qenë vazhdimisht aktiv. Ky kontakt ishte viziv, e pe revistën i pa? E pa është revistën e përcolla, pastaj aty ishte shkolla e vogël quaj e bodybuildingut dhe përcolla deri në fund, dhe pastaj vazhdova deri në momentin kur ne po flas. Tash në atë periudhë ishe sportist? Në ndonjë lami tjetër? Po, isha, unë i marrë edhe me atletik, i marrë edhe me karate, gjeneratën e Isak dhe Ali Latifit, që i përshëndesim. Po, i përshëndesim. Janë pioner të kësaj gjë, janë krenari e kësaj. Në këtë me osë të kësaj, pastaj i marrë me ping-pong. Jam në kohën e Sabri Ashanit, kur ka ushtruar Sabri Ashani. Dhe pastaj e kom praktikë dhe jem marrë me këtë sportin të. Edhe i rrit në atë mahallën ku prej akademisë, po thuj se çdo segment është zhvillu në... është shumë e vërtet. Në këtë mahallë që quhet? është mahallë e Çeklikut. Çeklikut. Po, tash është në atë ndërtesë. Është përdorur edhe kacalarve, apo? Po, dhe kacalarve, tash është ndërtesë është e teatrit Dodona. Edhe është Dodona e quajmë, shumë e bukur, ha? Ma mirë jalon që temën, kështu, dhe s'ja heqim fare. Absolutisht. Unë kam në 200 metra shpinë për jati dhe ajo është shtëpia e pare imja e këtij sporti. Keni qenë edhe shumë emra ta asaj lagje, vërtet kur e mendon përplot nga ata bifjala Lecin, kështu emrat njohur të botës së artit, të kulturës, të sportit, të muzikës, pafundësisht, apo lagja me thonë kryesore e qytetit. Lagje me shtëpia në... Mund thuhet në... Çka bane kur e pa këtë? U fascinove? Sigurisht që u fascinova dhe pastaj pas disa viteve për me shku, ishte dëshira unë dhe disa shok fillon me ushtrue në kusht të shtëpije. Dhe mos gjithë kusht shtëpije. Na komunikonim mirë, po
Ëndra ime fillimisht ishte si të bëhet një klub. Si të bëhet një klub. Absolutisht. Po që fillut me ushtru? Me çka fillut me ushtru? Fillu me ushtru me mjete jashtëzakonisht primitive, me druna, me hekra, me ato që bënin vetë pe beton. Se i ndërtonit vetë. Vetë si ndërtonin akon. Të merresh ajo tash kur i kam frafite dhe djemve ku ju shpjegoj dhe njerëzve nuk mund me besu, edhe është e arsyeshme, por mos me besu. Edhe unë e kisha ato ëndër. Mirë po në jetë kom kuptuar diçka që në qoftë se një njeri i shef një ëndër, është shumë vështirë të me u realizu ajo. Po në qoftë se arrin që edhe shokët tina të shohin të njëjtën ëndër, atëherë realizimi është shumë më i lehtë. Sa bukur e the, domethënë. Ju një grup e patë një ëndër të përbashkët. Të përbashkët dhe realizuar. Ti ishe nismëtari, po, ju ishe nismëtari, po, kush ishin të tjerët? Këta shok këtu? Shqo, ne janë disa që tash në qoftë se i përmeni me emna, unë kam frikë që a harron të njëri. E harron të njëri dhe ata janë meritorë. Ata janë libër, janë film, janë në përmisione ndryshme, po mos t'i përmeni emna se vjen një në keq pastaj në qoftë se përmeni. A ishin kryesisht mahallës, po? Ata ishin kryesisht mahallës. Ishte pastaj bashkangjitë në disa tjerë, po. Po mas me rëndësi është me të regu një element i regjistrimit klubit. Ne e formum klubin juridikisht. A e formut klubin? Po, e formum juridikisht klubin me kuvende, i bom dokumentet. Jo, po në regjistrimit ishte shumë problem. A regjistrimit problem? Si e quajtet? Ata mas një 2 muajve kër shkova une me marrë vendimin kënse se o kryje, se s'na leshin edhe thëshin pa lejes, po nuot. Tha, ky klub nuk mund të regjistrohet sepse konsiderohet si organizat me karakter dyshimt. Pse? Dhe unë isha atëherë edhe i ri edhe smjeresha me politika, nuk disha çfarë karakteri dyshimt ka kjo. Skerim s'kishte. Jo dokumentat dhe shko u ktheva në shtëpi. Dhe pastaj komunizëm, diktaturë. Dhe konkullësia ime dolin shesh, ma 17 muajve mora lejen. E morë, ma 17 muajve. Edhe si u quajt klubi? Klubi Atleti. Atleti. Po, në Prishtinë. Në Prishtinë. Ky është klubi i parë. Ushtën Teatri Dodona. Ku është Teatri Dodona? Ku është Teatri Dodona? E gjithë një na i pum jetët për shtëpive tona, që ato që i kishëm gjithë kush kapak. Manufakturale, kështu, me dorë. Që ishëm punu vetë. Dhe aty fillum pastaj me punu edhe në vitin 1982 kalon në Pallatin e Rinis. Anë 82. Aty ku sot e kemi Fitness Prishtina, sot e kemi klubin na. Ky sport ka kërku ushtrime shumë intenzive, po ka kërku edhe ushqyeshmëri. Nuk janë kushtet fort mira në këtë klubin, pastaj regjistronit të ri? Jo, klubi u regjistrua. Jo, regjistronit antar të ri, mendoj. Po, antar të ri kemi pas 2 grupe, ka qenë numri i paracaktuar, se s'kishëm edhe mjete, s'kishëm. Edhe mundësi edhe. Mundësi edhe kërgjo. E përmend të ushqimin, po logaritni 76, 77, 78, 80, çfarë ushqimi kemi pas na? E qenë ata. Ne kemi pas një shok, sa kjo është për me qesh, po edhe nuk është për me qesh. Dhe ke Idrizi, Hakifi edhe një 3 vetë që ushtoj shumë bashkë, kur i hongshin 3 ve, një ditë, një javë u lavdërëshin. Qatë që ishte... Tragikomike, po të është literaturë ose diçka, me qëfar do t'i zhvillonit ushtrimit, ku i mësonit këtë gjë? Fillimisht për qësoj reviste. A për revistes? Po, për reviste dhe pastaj fillon me do disa bërshura në Zagreb, dhe unë e rosh në kontakt, se në vitin 1970, pastaj shkova në Beograd me pa kampionatin botnor. Bodybuildingut. Po, bodybuildingut, dhe prej atëherit i kom thonë këto më pak se 100 herë në për shkrime... Intervista, kështë? Dhe unë jam shqiptari i parë, edhe njeri i parë, çfarë do të thosh, që i Kosovës që më konë në të salë që kom patë ato. Dhe aty, unë i kom dhonë këti sporti praktikisht vullën. Po, shkove dhe sigarusa, po shkove vesh me pa? Jo, në vitin 70 ishte, unë i shkove me këshyrë... Vesh me pa? Mrekulli, qka është ajo? Sepse unë i kësha po në revista njerëzët e krejt, po ndësha me pa safërme. Po tash veç intensifikohet puna juaj, intensifikohet edhe përkushtimi njerëzve, a ju përkrahte dikush nga këto institucionet atëhere e panë si të rëndësishme? Po, bëvija për kulturë fizike nga ka ndihmue me mjetët e para, pastaj dhe
filloi kampionati I parë në vitin 1978. 78. 78 për herë të parë. Në 100 vjetorin e lidhjes Prizrenit. Dhe unë shpolla kampioni I parë dhe aty faktikisht I hapa dyert edhe për gazeta, për media pak isha pak më I lirë me ju qas dikuj për në kampioni I parë I Kosovës atëherë. Po, kampioni I parë I Kosovës. Për me vazhdu pastaj edhe 6 herë të tjerë dhe kom përfundu karrierën me 7 tituj kampion. Po në nivel të Jugosllavisë? Në nivel të Jugosllavisë është në kampionatin e hapur 84 në Kroaci, kam qenë vicekampion. Vicekampion. Po, edhe kampion në Sanxhak. Të tjera kënë disa vende. Dhe aty pastaj është edhe një element që se mlejon të vitit 82. Viti 82 është shumë I rëndësishëm për këtë sportin tonë. Unë në vitin 80 kam qenë kampionat shtetënor në Bashkapallonk dhe ishin përfaqësues të krejtë republikave. Dhe përmes mesxhat, kur ka mua rendje për me folë, thash shëqoni unë e kam ndërmend me formua Federatën e Bodybuildingut të Kosovës. Dhe njeni aty I Beogradit tha, lebe, tha I drish, tha pash zote, tha qa po flet, tha kotësina, tha. S'po mujnë, tha kraja, tha Slavent me formua, bos, tha kërkush, tha ti performon, tha atë Federatën në Kosovë. Domon në qatë kohë moment ishte vetëm Serbia ka pas federat. Republika tjera s'kan pas. Dhe unë arrita të formoj, të regjistroj dhe I njehtova të gjithë ish Republiket Jugosllavisë dhe ata e kanë metë për men. Dhe na jemi të dytë domon. A rezistun këta serbët, a rezistun sepse tash I kishin pas demonstrata të thënishëm? Jo, nuk rezistun. Jo, absolutisht jo. Vetëm u dofke kushtin me plotsu 4 klube edhe nuk ka pas problem. Gjatë kësaj periudhe në gara ndërkombëtare ke lëviz, ke pas mundësi? Jo, nuk kam pas mundësi absolutisht. S'ke pas mundësi. Mas pari s'kam pas mundësi financiare, e dyta ose e para dhe mbrapa ajo ka qenë. S'kem pas mundësi. Ne na menzi shkojshëm në për ishte Republika Kroaci, Sloveni, Serbi, Maqedoni, o kon problem, o kon. Në realitet tash doket e çuditshme po atëherë po thash. Edhe do far kushtesh gjysmë institucionale, me thonë, që kanë përkrasa, po pastaj vjen viti 90 shumë I vështirë. Viti 90 I vështirë, por për mua nuk ka qenë I vështirë. Unë në vitin 93 botova librin e dytë, sepse nuk thash librin 86 e kam botu librin e parë. 86 bodybuildingu I cili ka pasi unë shumë të madhe, jo veç në Kosovë, po edhe në Shqipëri. Veç bodybuildingu e ka pas titullin? Po, veç bodybuildingu se ka pas të bëjmë me llojet e ushtimeve, mënyra e ushtimit, ushqime, lëndimeve, këtë pjesë tjera praktike. Ato që si kishe pas te, tash ja u bëjse të tjerve. Absolutisht. Dhe ky libër që e keni ju ndorë, kur është bërë përvëdhimi I këtij libri, kanë ardhur dy përfaqësues të Shqipërisë, njeriu I cili ka hap klubin e parë në Shqipëri dhe tjetri kampioni I parë I Shqipërisë. Dhe ky kampioni në promovim në bibliotekën kombëtare thot, ja e ka fotokopjuar librin, thot ky është libri I Dirësomodit I cili më ka ndryshuar jetën mua dhe shumë treve dhe trive në Shqipëri. Në Shqipëri. Dhe ajo ishte satisfakcion për mua. Dhe sa e thëmë në kujtohet fjallë të tina, dhe sa unë e rësedna. Po tash, ky bodybuildingu tingëllon pak, unë kërë filloj emisionin, thamë, Odeoni, është fjallë vjetër I lire, është Oda, është nëna e teatrit. Në kejtë botën, qytetet të mëdha, ka teatro me emrin Odeon. Edhe mu po më tingëllon ky bodybuildingu sikur nëna e fitnessit paka shumë në... Fitnessi fillon më vonë prej këtyne, apo ka fillu me? Si terminologji fillon më vonë. Ma vonë. Mirë po, me marë në mbrendim e këqyrë këto e në shukër vlla e motër. Vlla e motër. Vlla e motër. Janë disa specifika të ushtimeve, po ato nuk janë shumë transishme, sidomos për bisedën e së. Në librin e parë, patjetër ju I keni dhënë edhe fotografitë e mundshme, se forma e vetme mundësisë se si fillojnë ushtrimet, si vazhdojnë, pastaj sigurisht përmbajtja e ushqyeshmërisë, intensitetit ushtrimeve. Këtë është përfshija ajo, këtë. Të gjitha janë. Të gjitha janë përfshija aty dhe me kalimin e kohës në vitin 93 kom botu pastaj librin e dytë. Librin e dytë. Dhe aty të kom treguar variacionet e ushtimeve për me që më pasuru edhe ma tepër librin e parë. Sepse pasuru është edhe vete, a? Absolutisht. Tash dole edhe në përbotë. Këtë edhe të 6 dhe 98 unë kisha marrë një uri shumë
Maja, shumë tjera, shumë... Tash kur i morë këto njohuri, se mu më intereson edhe për veten time me dëgju dhe me mësue, besoj që e dëgjojnë edhe mësojnë edhe të tjerët. Në historikun e zhvillimit bodybuildingut, kishte ndonjë fillim dikon, kush e ka fillu këtë? Amerikanët, anglezët, francezët? Në këto e kanë fillu anglezët. Anglezët. Eugen Sandovi është njeriu i parë që e ka shkruajtur librin në vitin 1925, në fakt ajo është botuar në vitin 1930 me titullin Bodybuildingu. Aty ka fillu. Ky lloj sporti, ky lloj. Aty ka fillu dhe ka fillu pastaj në Peshtet. Tash ka shumë klube, shumë libra, shumë... Tash janë mundësi televizive me video. Sigurisht, po unë jam konë shumë interesuar dhe jetë shumë për lexim shumë. Unë në kohën, derisa kam shkruajtur libra, unë në disa shtëpi botuese në Ish Republikat e Ish Jugosllavisë domon, unë kom pas emri ka qenë aty dhe mu ka pas rrotë që nga shtyp shkronja më kanë çuar broshurën me që gjithsesi me lexu. Të jesh në trend, në rrjedhje të ngjarjeve dhe të zhvillimit të këtij lloji sporti. Në librin për man, ky është këto ja konstruoj vetë obligim dhe e kom pas obligim me bëu këto. Sepse me qenë se kjo është i fundit, a? Unë me qenë se unë konsideroj si krijues. Pas e shkruan dhe kujtime dhe përjetime. Me shokët e mi, po unë kom pas obligim këto me qitë. Ky libër në emsa për dijen duhet të opinionit, ky është përkthyer në gjuhën angleze. Dhe është në sa vende? Dhe deri me momentin kur po flasim ka shkuar në palestrat e 23 shteteve të Evropës së Botës. Ja, zakonshme, shumë e bukur. Në realitet, sa po i bjen, sa libra i ke shkruar deri tani? Po, unë 3 libra, e 4 e përkthyme është. E 4 86, 93 edhe 2000. E përkthyme në... Po, me sëm pyeta ka përfunduar sepse përgjigjen kemi marrë negative. Nuk e pyes asnjëherë. Unë ju llogaris në radhën e njerëzve, jo vetëm sportiv, po krijues, se sportistët janë krijues. Ju në anën tjetër jeni edhe krijues se keni shkruar. Jeni autor. Ju në realitet jeni autor dhe kreator i një gjëje shumë të bukur që quhet bodybuildingu, mirë këtu e ke quajtur dhe fitnessi kosovar, kujtime dhe përjetime. Unë absolutisht përgëzoj për këtë gjë dhe për mua bën pjesë gjithmonë tashin në radhën e krijuesve. Edhe besoj që edhe pse i ke bë 37 vjet, sigurisht nuk i nalesh kësaj pune, ha? Faleminderit shumë. Ishte kompliment i mirë. Sikur të ishte real. Në vitet e pushtimit e mbaje klubin, ha? Po, patjetër. Patjetër deri po e mbaje vetë, privatisht me forcat tua. Po, normalisht. Normalisht e kemi punu deri në ditën kur praktikisht na kanë dëbuar nga shtëpia dhe këtë kemi pas mas 3 muajve mi kthye. A gjet ato? Kemi filluar. Po mirë, kemi vazhduar, domosdoshmë s'ka pas pengesë. Pengesë për mua s'ka ndonjë. Po jam shumë kongulës në jetë, aty ne kam dobësi këto. Nuk dorëzohet. Ato që i duhe, si njeri dhe një diçka që i duhe si send, unë i duhe me vërtet. Po ato që se duhe, se ekziston për mua. Zonjes, a ja ke tregu këtë? Besoj që po. Edhe me veprime dhe me një jetë. E pas në film se ju ka përkra shumë. Faleminderit që e përmendë zonjen, sepse emisionet do të ishte i mangët se kur mos të përmendë ato. Me patjetër. Ajo ka qenë stila kryesore për kongullësin teme për me shku manina. E shtylla jo dhe shpis, do më thonë po dhe... E shpis po se po, por në qo se mere për punë karrierin time. Shtu ka bo barë, po ta ka lesu gjysmen. Absolutisht. Ajo dhe në film të regon, i ka marrë teatri do në thashë, 200 metra ka në shfin. Ka kalu qasaj dhe ka porta e klubit, ka shku të me që fëmijën të mjeku, me temperaturë, ka anë shpi, unë s'kom ditë këtë gjonë. Gjdo femën, atëherë dhe tash, kishtë tërkin dirë më në ajë, ka barë, që djali smut, ja, qika smut. E se vetë ka dash që ti të kesh sukses në atë pasionin tëndë. Dhe falenderej pa mos, do të thotë, unë nuk do të isha që këtë që jam, atë sa jam. Si e ka emrin zonja? Nejmije. Zonja Nejmije, të përshëndesim e të përqafojmë. Sepse ka pas vetëm një, ka pas edhe rashte tjera. Ka pas edhe rashte kur disa, po një shok sidomos, kur është martu e ka braktiske sport. Ka qenë shumë edhe mu ka dhinë të muaj. A u dërzojshin do, a? U dërzojshin sepse... Se ka dhe do që si në martu të na e kanë lënë edhe mjekësin.
Ka do që ashtu në. U ktheve pas luftës dhe përsëri vazhdove pasionin tënd. Pa tjetër pas një ndërpremje pas kërë ne për 50 e so vjetë që këmë ushtruune. 50 e më shumë vite, Ma shumë, gati 60, që se morë me ato peshat e ato hershme, që se i riki që fillu. Nëse më lidhen krejt, lufta, vdekja e babajt, nonës, ngjarje e tjera, krejt nuk janë 2 vjetë pauzë. Nuk janë 2 vjetë pauzë. Me gjithë pushime vjetore. Zbesoj që jenë ma shumë se 24 muj. Po, prandaj e ka që fit kështu në... Po... U ktheve në Kosovën e Lirë dhe mbaj mend që në Pallatin e Rinisë ke bo çudina, me bashkëpunëtorët shumë, po ke bo çudina prap me parë xhepi, me përkushtimin tënd. Shumë e vërtet është edhe u kall me 25 shkurt 2 mitës u bo shumë me hi klubi. U mërzite? U mërzita te mos. U mërzita ma shumë për fëmijë se sa për veti. Sidomos djali jam i madh ja nisi me qajtë dhe tha, ai e kapi nonën e vetë për qafe, e thash, gzim. Thash, për tepi besën, thash që me bo klubin edhe matë mirë që ka qenë. Me ju thonë të drejtën atëre, jo që s'kisha kufrar baze për ato që e thash. Se s'kisha as lek, s'kisha dëmon, s'kisha kufrar mundësie, po e thash, po me gjithat e ja rrita. E riktheve për sëri. Tani është një palestër që javlen. Edhe ajo vazhdon të jetë në Pallatin e Ri. Aty është edhe sot e kësaj dite. Edhe të pres me ardhë një kafe, me pije, me këshyra ambientin. Me patjetër se pak para se me u kall, që thojmë na, para se me u ndez, kam qenë. Kemi qenë bashkë dhe jam fascinuar atëherë me gjithat punë, me atë përkushtim, me atë pasion edhe vazhdon. Keni shumë antarë? Kemi antarë shumë edhe ajo që më shumë ti më imponon është që kohën e fundit përqindja e meshkuj dhe femna ka nis gati edhe pak, kohë edhe do të barazohet. Në u barazu? Ne kemi pos përqindjen për shama të fillim 10% femna, 15, 20, 35, po ecën. Dhe ne aty, na ushtrojmë të ashtë, kemi trenirën e veçantë që ushtrojnë edhe fëmijën adoleshent. Sepse unë e kom për herë të parë në Kosovë 2016 shkollën e fitnessit për adoleshent. Ajo është aktualisht të punu. Sepse prind po vinë po ushtrojnë për veti dhe presin fëmijën derisa ata përkryen, në fakt presin, njëjtën kohë dhe përshkojnë. Dhe është mrekullia e Zotit. Me që jemi tek ajo, po rritet numri i femrave, tash më shumë përkushtuara ka fitnessi, se besoj që bëjnë shumë muskuj. Po a kemi femra me muskuj? Jo, se programi na e kemi... Edhe mos na i pregaditni se po na rrehin ku në na... Programi është i paracaktuar për zhvillimin harmonik dhe proporcional të trupit. Jo krijimi i muskulaturës, natyrisht krijimi i forcës, qëndrueshmërisë, fleksibilitetit, e krejt këto, por jo krijimi i muskujve. Edhe mendojnë ne njerëzit mos të ushtrojnë se po krijoj muskujt, të krijosh muskujt nuk është punë e lehtë. Ja. As për mashkull, për femra vështirë, sepse sidomos për femra është jashtëzakonisht na mos pari nuk merrem me atë lloj trenazhe apo treningu që është ushtruj i cili krijon muskuj, flas për femra. Tash, a kemi federatën e bodybuilding? Po, federatën e kemi, funksionon. Në kuadër të Komitetit Olimpik, a është kategori olimpike jo? Nuk është kategori olimpike. Nuk është. Po në kampionate merr një pjesë? Po, pa tjetër, marrin. Sa janë përhapura klube tjera në për Kosovë, se juve paka shumë si dallëndyshe, keni shku edhe në qytete tjera? Ka shumë klube tash, ka në Prishtinë, në Pejgja, ka Ferizaj, po dhe mos të përmene ke qytete ka shumë. Ka qenë problem viti 82, kur thash. Se unë kur e dhash, unë kur e dhash premtimin atje në Vojvodin se do të bëj federatën, unë kishëm klubin atleti, edhe ka qenë një klub në Pej, me 2. Kushti ishte 4 klube. Dhe unë që e përmena Besim Alili, Al-Latifi, Avni Ajdini, edhe disa tash sigurisht, edhe ne kemi shku në Podjeve, kemi formu klubin, edhe kemi regjistru. Shumë gjako, qashtu, edhe në Ferizaj, e kemi bo krejt dokumentat. I bot ma shumë se 4 edhe e bot federatën. Dhe tash është problem. Tash është absolutisht problem. Tash është problem, është
me orientue kandidatët që vinë pa marrë parazysh, a janë adoleshentë, a janë femna e moshkuj, në mënyrën e drejtë të ushtruarit, mënyrën e shëndetshme. Ka faza të seleksionimit ose të drejtimit të themi? Ka faza të seleksionimit, ka faza edhe janë programet e veçanta, ne kemi një diamant, formë diamantit, janë 4 monitor ku janë programet e veçanta për femra, për moshkuj, për krejt. Do më thënë, bëni një farë patronazhimi kështu? Absolutisht, si po. Atë reazhimi, me shkuna... Po edhe na uzimet, unë shtroj 4 5 herë në javë. Sot ma ki bësh një trening. Au? Ma ki bësh sot. Po jo, Po mbahem. Dhe unë aty ushtoj për veti dhe uzoj njerëzit që janë aty. Nuk jam trener personal, sepse jam djemt aty, edhe është trenerja, por ju uzoj në mënyrë volontare kështu. Dhe edhe për ushqim, edhe për ushtim, edhe për krejt. Dhe nga klubi jonë, zakonisht, po, kyçisht e zakonisht dalin njerëz që dalin të shëndetshëm, pa lëndime dhe pa probleme tjera shëndetësore, ti e vetë mjek e din sot aktualisht me çka njerëzit mund eventualisht mirën. Absolutisht. 60 vjet efektivitet në punën tuaj, edhe sa numra du të mja qitë për me kuptu moshën tuaj? Qiti 60 vjet punë? Edhe mja 14. Edhe 14! A duket më i viki si 74 vjeqar? Tash mos na shtymet shtime... E kom lezu një bestseller Ikigai. Dhe dikun kuptimi jetës. Muj me thonë tash edhe qka shkunat që thot për kuptimi, që është kuptimi jetës. Po. është i kënaqur do të jenë, edhe është me fat ai që numëron jetë. 1, 2, 70, 50 sot numëron, është me fat. Ai që ndërpren me numërimin është i pa fat. Po. Absolutisht. Kuptimi i jetës te bukuria e jetës, te mrekullia, po edhe te numërimi, edhe të që ky numërimi mirë. Normal. U bafsh shekullar. Shekullor. Shekullor, po. Ja, unë ty të dëshiroj Moses, 120 thonë. Kuptimi, vështë tash, me si që përmena, kuptimi i jetës si mas ati bestselleri në kupton kënaqësia e të qenurit gjithnjë i zënë. Që do të thotë që gjithmonë ke për krijuar, për punuar aktiv. Sikur emisioni gjithë që shkon çdo javë që punon sot, nesër, masnesi. Sepse të gjithë ata që e ndërprejnë rrugën e ecjes, ata duhet me dalë tash pastaj sikur treni. Si të nalet rrin, pastaj ose duhet me dalë pe shinave ose duhet me quhe në kurisht. Në kurishten. Zotri Idris Humolli, njeriu që absolutisht është bërë këtu e 60 vjetë më pare ka fillu një rrugtim që e ka bërë emblem Prishtinës, emblem të këtij sporti, emblem të Kosovës, po sidomos të Prishtinës. Po kthehem veç pak, si fëmijë, si e kujton Prishtinën? Prishtinën e kujtoj me rrugë, me balt, me lloç, nuk e di cila fjalë është e përshtatshme, e kujtoj Vellushër, Pishtefkën, po Vellushër aty mas teatrit Dodona. Çfarë lodrash kishit? Çka lunit kur ishit krejt fëmijë? Luaj shumë me nuk e di as vetë, me dos. S'moj me paramendu, po çfarë Prishtina që për tregoj, unë në shkollën fillore na pe shtëpis 200 metra, shkolla e Naxhika tash, që është aty do mund krejt i bon diku 300-400 metra. Unë pe shtëpis edhe kum posë edhe 2 shok aty, kur shkojshëm te ajo reka aty, çizmet i mashëm i lajshëm as pari çizmet. Pastaj do të kemi shkuar në shkollë se ja e pjesa kon pak më e shtruar në kaldërën, që ai thon knena kon këtë lloç. Dhe çajo kon rinia, çajo kon pjesa adoleshente e jura. Po më pas një rini pak, kur fillon me studiu juridikun, ju keni qenë edhe student i shkëlqyri juridikut, keni punu si jurist më pas? Po, unë kom punu 35 vjetë në qendrën e studente. Jurist? Po, si jurist, kom punu një kohë gjatë si drejtori i zyrës ligjore, dhe jom pensionu në 5 vjetë e fundit, kom punu si zavend drejtori i përgjithshëm i qendrës studente. 35 gjenerata e kompetitiv. Pjesë e bukur edhe kjo, me të ritëm, me rinin, me... Shumë, zakonisht. Ku e njofte zonjën tënde?
zonjët edhe, kur të shef ajo emisionin, zonjëve ka me thonë, Idris, kalzo drejt. A kalzo drejt? Idris kalzo drejt, pra. Ja të adikte. Kalzo drejt. Që që, une nuk më post rast me po para fejesës shoqen teme. E kjo është ajo. A s'ke pas rast me po? Ja, absolutisht jo. Po? Jo. Ta ka që zotit mirë, ashe? Njeri mirë, me shpirt mirë, e pash në film deklaratat e saj Indoqa, edhe për fat mirë edhe regjia, kur ne po flasim, na jep pak sekuenca për këti filmi, besoj që nuk ne ndalojnë, në? Ajo është një gru e mrekullueshme, është një non e mrekullueshme. Unë kom gjallin 50 e sa vjetë, tjetër i ka 40. Ajo kujdese për ta si për mesin tonë që kemi 7 vjeqarën, 6 vjeqarën. Akoma, ha? Akoma rrinë, shumë përpik. Qumshtin qërapat, kjo. A përdojnë këto, nari ta boj këto, që merë një banune, merë që to, a përpeqen që kjo, dhe mon është jashtë zakonisht. Une kam shumë familjar që një, po, është e veçantë. A është e veçantë? Jo, që është e janë, që familja e rrëtë gjonë e di që është e veçantë. Që the, nuk është veç, jo veç që është e jemja që the, ajo është e veçantë edhe që është e jurke, absolutisht, ha? Është gruja një njeriu të mrekullueshëm, Idris Humbollit, një sportist, unë thash një emblem e Prishtinës, një jurist, në ditët e demonstratave, a ke qenë jurist në qendër? Po. Unë e ku shku me 22 dhjetor, 80 kam qenë aty, dhe ma shtem mu i bon demonstratë. Të gjithë kanë thonë Idris, te edhe që ka bo pe që edhe në punktë. E solle në vete. Absolutisht. Po, kom qenë edhe kejtë ato trauma, ato që kom pohën, s'kësha pas qëtë me po kërkush. I kujton vështirë. Se na kemi nejtë aty edhe ditën edhe natën edhe ka qenë... E vështirë, shumë. Vështirë, jeta është e tirë. Shumë e vështirë. Gjatë luftës ku përfundove? Gjatë luftës përfundova në Teto edhe Norvegji. Në Norvegji pastaj. Sepse para prakisht kishte shtue qika jeme edhe dhondri atje, sepse i debun nga puna, a i dhondri met pa punë dhe pastaj shkun ata atje, e na kemi shku pastaj. U ktheve me njëherë, apo qëndrove? Jo, me njëherë këthy. Momentin e pari me këthy. E jeni këthy me njëherë. Ti njef, nuk e di sa dhe është kjo interesant, po Osman Dishën. Osman Dishën? Sot jemi shkru me të, dua ti të kastre, dua absolutisht. Një gazetari mrekullueshëm, le ta themi se moshat e reja absolutisht mund të mos e njohin, i sportit, po gazetar me absolutisht, me vull, me i cili e ka një vajzë që i ka këndu shumë bukur, nuk e dia ka vazhdu me këndu ajo, edhe Osman Dishën u takova atje? Jo, që më taku, po ishte një numër kë mu ishëm me kontaktu kur po këthejnë në shpi. Unë e thesha për ditë, e i thomë një ditë, më fali bre zotni, thëmë, ma bon me ta ti temni se u po do të pi filimi me kazustët. Unë jem tha Osman Disha. Thash Osman Disha je, thash, a di kush e mune, po. Thash unë jem tha, thash Idris Humbolli. A i tha Idris, tha, ti je qaj që po më lodhë për dita? Le bre, tha, po, me zonjën e nderuar, të cilën absolutisht e respektojme dhe e do të trokasim edhe njerë se njerëzit që bëjmë gjëra të bukura që e sublimojnë emrin non, do të gjithmonë mi dorë trokit. Sa fëmijë keni bërë? 4, 3 djemë e një vajzë. 3 djemë e një vajzë. Ati tamam shqiptarë, qësh kanë pas qek shtu? Vajzën të fundit? Jo, vajza është e dyta. A dyta? Besniku është i treti, ky që është trener personal. A kanë shku rrugës tënde? Me nutricionizm, intolerancë ushqimore, ky është, Besniku është... A kanë shku rrugës tënde? Magjistër, Besniku ma ka kalu. A ju ka kalu? Po në botën e sportit? Në aspektin edhe teorik edhe praktik, edhe unë jem shumë i lumtur që ma ka kalu. Për një që të shtu ne jem ka shtu larkaj, shumë kalu larkaj, një profesionist që... Me folë për juve dhe punën tuaj, vërtet duhet në emisionet të tëra, dhe unë e thamë kur asnjëherë nuk është të thamë për të thënë edhe për të dhënë të tërën, sepse ka shumë përmbajtje, edhe kjo është mrekulli. Mrekulli është që të kishim edhe musafir me këtë përmbajtje, a je i lumtur në tërë këtë?
me përmbajtjen e jetës tënde deri më sot. I lumtur jam. I lumtur jam edhe praktikisht unë e kom plotësuar ëndrrën time. Fillimisht ëndrrën për hapjen e klubit parë dhe e kom plotësuar ëndrrën time me familjet time, me punën e fëmijëve, me edukimin e tyre dhe jam shumë komod, jam shumë rahat jam. Dhe në këtë ëndër të plotësuar prej Norvegjie je kthyn çet Kosovën, ku Balta është më e omël se Mjalta, asnjë minutë spritë, Ne kam që nashtë i figur që i figurin që përnolin fëmijët, atje, sa që jam fregu. Une jam shëshnu me një shumë të mirë dhe ati i kam thonë, Sadik Okamen, është një për me të shkrasnisit herojt të popullit. Sadik të lutem, thua ju bindi, le të vinë shpri, se po më duket që këta po hezitojnë. Po hezitojnë. Dhe i falenderoj atje ku është Norvegji që ka një mua dhe i këma ardhë. Profesor i nderuar, zotëri Idris Humbolli, ishte mrekulli, ishte shumë kënaqësi që të kishim musafir sonte në dorë. Faleminderit shumë. Vërtet. Na keni thënë gjëra të bukura, na keni shtrue edhe në aspektin viziv edhe praktik edhe teorike, një pistë ku të rinjt e të reat e ata që pretendojnë këtë rrugtim e kanë të shtruar edhe cakun e kanë shumë më të lehtë. Shumë faleminderit që ishte me ne. Ishte kënaqësi. Faleminderit.